Ka shumë njerëz ditët e fundit që i shoh më shkruajnë jo çfarë do ndodhi, çfarë po ndodh me luftën, si do jetë situata, ka plasur lufta e tretë botërore. Natyrisht që ka një lloj shqetësimi shumë madh nisur nga bombardimet në Iran dhe sidomos shpërndarja e konfliktit në vendet e Gjirit. Por natyrisht që është e egzageruar, nuk bëhet fjalë tani as për luftë tretë botërore, as për gjë, megjithse duhet të thënë një gjë. Thjesht isha duke bërë një kërkim dje, bota rrallë ka qenë në vitet e fundit në kaq shumë konflikte të përfshira bashkë. Sa luftra janë duke u zhvilluar sot në botë. Vetëm të bëjmë një kalkulim vogël e të kuptoj edhe shkakun pse. Janë dy lloje luftrash, përplasjet midis shteteve, përplasjet e reja midis shteteve, janë përplasjet tradicionale midis shteteve që lidhen me kufit, dhe të tretat janë konfliktet e brendshme, që shpeshherë janë edhe më problematike ose ato që ne i quajmë luftra civile. Sa luftra të mëdha ka bota aktualisht, sot që po flasim, ndoshta nuk ka pasur kurrë kaq shumë impenjim në përplasje ushtarake. E para, në Europë kemi përplasjen mes Rusisë dhe Ukrainës. Prej 4 vjetësh është një luftë konvencionale, jo vetëm ajrore, që ka shkaktuar qindra mijë viktima nga të dyja palët, me sa thuhet më shumë rus, po gjithsesi është një luftë që bëhet për afërsisht 1/3 e territorit Ukrainës, ka bombardime të përditshme, dron, raketa, avion, por dhe luftë konvencionale, tanke, deri dhe me motor lëvizin ushtarët e njërës palë apo tjetrës. Kështu që lufta në zemër të Europës aktualisht është lufta Rusi-Ukrainë. Që nga lufta e dytë botërore nuk ka pasur një përplasje mes dy shteteve, ka pasur lufta civile siç ishte ajo e Jugosllavisë, pra lufta e Bosnjës, lufta e Kosovës, por nuk ka pasur luftë konvencionale mes dy shteteve. Është e para dhe e vetmja që nga lufta e dytë botërore. Kështu që është një luftë ose një plagë e hapur në zemër të Europës. Lufta e dytë, nëse mund ta quajmë kështu, është ajo që po ndodh aktualisht mes Pakistanit dhe Afganistanit. Një betejë pak e çuditshme. Pakistani ka qenë gjithmonë një mbështetës për Afganistanin, edhe gjatë pushtimit sovjetik në vitet 80, por edhe gjatë kohës së Shtetet Bashkuara, dominimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, për arsye të përkatësisë pashtune të një pjese të Pakistanit, sidomos zonës Peshawarit, dhe sot janë përplasje reale mes tyre. Domethënë, dje kishte edhe sot mëngjes kishte një bombardim shumë të madh në Kabul nga aviacioni i Pakistanit. Keni parasysh që Pakistani është fuqi atomike. Përveç Pakistanit me Afganistanin, kemi një luftë gjithmonë në gatishmëria jo midis Indisë dhe Pakistanit, dy fuqi bërthamore. Para pak muajsh pati edhe një përplasje, u bombardua me dron shkolla ushtarake e Pakistanit nga India dhe Pakistani ngriti avion të tij për të rënë Indisë. Janë të dyja fuqi atomike, kanë armë atomike. Imagjino se sa e rrezikshme është kjo luftë. Pra në atë pell kemi 3 shtete të implikuara në luftë. Pakistani dhe India është përplasje e vazhdueshme që nga vitet 40 për çështjen e Kashmirit, që nuk e kanë zgjidhur, por dhe lufta aty është prezente. Të tretët janë konfliktet e hapura në përplasjet e SBA-s. Konflikti me Venezuelën, i cili nuk ishte në një konflikti drejt për drejt, por që ka pasur bombardime nga amerikanët, Maria Maduros, edhe po themi presioni që po i bëhet Kubës, siç tha Trumpi, Kuba do dorëzohet vetë, që është interesante. Dhe tjetra është lufta në lindjen e mesme dhe Gjirin Arabik. Në lindjen e mesme kemi përplasjen mes Hamasit dhe Izraelit, që përkohësisht ka një paqe, por është një paqe shumë e brisht. Këtu futen dhe grupet e tjera terroriste të cilat kanë destabilizuar gjithmonë, siç janë Hezbollahët apo të tjerët. Kemi përplasje në Siri mes qeverisë siriane dhe forcave kurde, që është më shumë një luftë civile, por që është luftë në vazhdim e sipër, domethënë nuk ka stabilitet. Kemi përplasjen mes SBA-s dhe Izraelit me Iranin, që është luftë aktualisht luftë ajrore, pra nuk ka zbritur nuk është luftë konvencionale me trupa në terren, por është luftë ajrore dhe është përndar në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Arabinë Saudite, në Katar, në Bahrein, në Jordani
dhe në Izrael kuptohet nga goditjet e Iranit. Nuk dihet nëse Irani mund të godasë edhe Omanin, po deri tani për Omanin nuk ka ndodhur, nuk ka asnjë goditje. Plus kemi problemet e brendshme në Yemen. Lufta e brendshme në Yemen që është një problem shumë i madh. Problemi i hudhëve që përplasen me fiset e tjera. Kemi luftën civile në Sudan. Kemi luftën civile në Republikën Demokratike të Kongos, e cila është ongoing on. Kemi një përplasje mes fiseve luftarake, po flas gjithmonë, në Etiopi. Kemi përplasje në zonën e myslimane të Filipineve me ushtrin filipinase. Pra kemi dhe një përplasje në këtë drejtim. Po t'i hysh hartës botës, vëre që për herë të parë nga nuk e di sa vite, që nga lufta e dytë botërore, pothuajse të gjithë kontinentet e botës kanë nga një luftë hapur. Europa ka luftën mes Ukrainës dhe Rusisë, lindja mesme ka të gjitha luftrat e mundshme se aty po përplasen të gjitha. Pjesa aziatike ka përplasjen mes Pakistanit, Afganistanit dhe Pakistanit dhe Indisë, po aty ka pasur një përplasje të çuditshme, por që mori fund shpejt mes Tajlandës dhe Kambodgjës, zgjati vetëm një javë, po pati bombardime me drone dhe me forca toksore që hynë. Është zgjidhur Azerbajxhani me Armenin, e zgjidhi Trumpi, ju e mbani mend madje që përmendi. Ka një zgjidhje, po gjithsesi situata aty është për herë shpërthyese, kështu që dhe Azia është e gjitha e prekur nga lufta. Në Afrikë ke pjesën veriore të Afrikës në probleme, siç është Libia, dhe pjesën nën Libi që ke luftë civile Sudanin, ke në probleme kufirin midis Gazës dhe Egjiptit, që është zonë ushtarake, ke problemin e Etiopisë, ke problemin e Republikës Demokratike të Kongos, pra dhe Afrika është e përfshirë. Në Amerikën e Jugut është problemi Venezuelës dhe përplasja me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që po ashtu është një përplasje që po vijon, deri tani nuk ka pasur më bombardime, po prap po vijon, kështu që të katër kontinentet e mëdhej me përjashtim të Amerikës Veriut, po derisa është përfshirë në luftë Amerika Veriut, pra në bombardime ushtarake, është dhe ajo e angazhuar me veprime ushtarake, kështu që është hera e parë që të gjithë kontinentet e botës janë në konflikte. Nga se vinë në shumë e vështirë të thuash, duhet i hysh gjës, një gjë është e sigurt, që fillimi i konflikteve dhe gafa që bëri Putini duke sulmuar Ukrainën e la Putinin më dobët se kur, sepse sot 4 avampostet e mëdha ruse në jashtë Europës janë zhbërë. Sirin e humbi, sot Siria është më shumë zonë influencës turke. Humbi besoj Venezuelën me largimin e Maduros dhe me rënien dakord qeverisë Venezuelës për të përshtatur me politikat amerikane. Do humbi shumë shpejt Kubën, dhe kjo është e sigurt, po humbet dhe Iranin. Kështu që Rusia, duke bërë një agresion të pajustifikuar ndaj Ukrainës, praktikisht i ka humbur vetes të gjitha avampostet që kishte jashtë teritorit të Rusisë. Kështu që kur shoh njerëzit që thonë ka një luftë botërore nuk ka, por që Europë, që bota nuk ka qenë kurrë kaq e impenjuar në konflikte ushtarake sa këtë vit.